kam këtë rastin këtu, këtë pronën private, tok private domethënë. Edhe duhet të bëj thirrje investitorëve të huaj që të vinë të bëjnë çat ken qef. Se ka thënë Rama që nëse ke tok private mund të bësh çat dush. Jo, aty drejt ka e. Po ore, po më fal, po vetëm këto të hujet, po shqiptarët apo nuk i Po të hujet, po shqiptarët i kanë edhe shisi i kanë lënë aty, po i zejnë, po i hajnë zogj të karkalecet me i mangat, insektet. Do zhvillima zona aty por se shisi është bërë barje. Do një investim strategjik. Ore shisi është ti si ka ke Windows i kur hap kompjuterin, ti çfarë lëndine ti. Prandaj do të them se të prish syt. Janë 10 dy lymë që mund të bësh çat dush se e ke tok private aty. 10 dy lyme. 10 dy lymë. Hajde. Çaj investitorë resort gjëra do e bësh dhe ti. Po jo çaj resort ti ja për shembull mund të vinë edhe nëse na ndjekin nga Irani, përshëndetje Irani. Mund të vinë të bëjnë një fabrikë dronash të vogël aty ke cepi, ke vënë. Mund ndërtojnë ca raketa gjana kështu, ke vënë që të jenë më afër me Europën se. Ja ke vënë fare si mund të shkojnë punë se raketa më ardh nga Irani, shko sa naft doja me ashtu. Raketa me naftë. E kanë më mirë këtu domethënë. Mund të bëjnë kështu për pasurinë uraniumi gjana. Hati ke cepi kështu, e hak ne nga cepi tjetër ke fund. Sa aty dhe si bie shumë dielli, nga mas orës 5 nuk e kap dielli. Jo, aty të drejt ka se mund të bësh çfarë duash ti. Ora është tok private ti, ka zonë i madhe që do të bësh çfarë dush, nëse e ke private. Ajo s'është as tok në mbrojtje. Jo, edhe mund të jetë, edhe mund mos jetë, është private, ka mbaruar muhabet. Ore, po tjetër çfarë mund bësh tjetër aty? Mund janë këto të kurumit për shembull, kanë ato mbetjet kimike që hullin shumë çefta snatin aty kështu i shkarkojnë nëpër lumen nëpër gjana. Do ti lumin kot. Gjinaf me ndot lumin. Hajde groposi këtu, pse? E ke tok private ti, bën çat dush. Mirë ke alla, groposi. Bilet se ti groposi një, mund t'i lej edhe këtu nalt. I futi tre thume me gardh me gjemba, me tela, kështu edhe si lu njëri. Kto mbetet kimike, Po sa mirë. Mbetet kimike që e ka ai tok të vetë ka tok private, s'po ta vjet të shtëpia jote. Tamam, mirë. Me çfarë Allah ke gardhi me gjemba, për shembull, mund bëhet se merrni një vizion tash, edhe janë këto emigrantët nëpër Europë, Gjermanira, Italira, gjana kështu. Këta që janë me dënime, me nej vrasje, me grabitje, me gjana kështu, këta të rrezikshmërisë lart, mund të sjellin këtu, ta bëjnë tip kampit të lezetshëm. Për këto me rrezikshmëri të lartë, Është tok private pra, normalisht. Po jo si ajo e Lampedusa ç'a ishte? Ishte kodë, ishte tok shteti, s'bënë. Ç'ishte lidhje? Kjo është tok private, bëhet çat ke shtëpi. Ose për me që ka ndezjona mund bësh i laborator 5 kaç për drogra për shembull. Çama? Si laborator 5 kaç? Por 5 kaç edhe me -1 biles. 5 kaç edhe edhe 1 poshtë. Shiça vizioni kam bisën. Herë se është strategjik ja. Kati -1 për shembull, bëhet ti parkingu, po që zet parkim aty bëhet furnizimi. Si ti magazinimi, shkëmbimi, vjen lënda parë drograve. Ke parasysh? Po. Që mos i kesh larg, ke parasysh? -1. Katin e parë, për shembull e bëj me vitrina, kështu me xham, me banaqe, me gjana, ikën ti bën market aty me karrocë. Merë gjys gram kokainë, gjys kile barë, ke parasysh? 2 shiringa për heroin, do ketë suvenire, se mund të marrësh pjata që s'nxihen nga poshtë. Petrogaz, lug, rrit pa pantallona që s'kputen. Mikroval. Po kjo që janë si qendër tregtare. Po pastaj edhe këto. Po kati tjetër? Kati dytë mund ta bësh laborator kokaine. Po më të mirë sa i nxibrak atëherë, sa i zbëte. Ai është tok shtetërore. Kjo është tok private. Katin e tretë i fut një laborator amfetamine se duhet ajo. Po. Kati 4 të bëj gjysmën e nda me gips, mes i futi gips i viso. Edhe bëj gjysmën për heroin, gjysmën për meth. Se ka nga shumë isojën. Pra ne bëjmë bashkë, nda me gips. Me gips edhe sa shkote 2-300.000 lekë maksimumi. Po ka të fundit zyra apo shtëpi banimi? Jo, kati 5 shtëpie, po bëj shtëpi bari, me që tek dhe shtëpi bari. Edhe nalt i bëj tip shkallë kështu si rumullake, del në terrac, fa barin. Bëhet ajo, i korr i lën në terrac e than. Jo, mire ke se heq edhe kostot e transportit do po. I futin në ashensor, e ça këtu, këtu, në kur bëhet, nëse do bëhet, e ça i futi në ashensor, deri tek kati -1 deri në terrac. Po kështu me letra të rregullta është kjo si është? Është private dhe me letra të rregullta është tok private ti, çfarë po flet? Ja, lexon aty. Po ja ku e herdi pron private, dhe pas kam shkruar pro, do i vete një tok private aty, po ta ket nesër. Kështu që inshallah e shohin dhe të vinë sa më shpejt. Po inshallah do zoti ato. Ore është bën nomër ti, po shiten gjitha tokat private, çka ka kështu, ka ngel vetëm pak fare në qarkullim. Po pse pastaj ça apo vetëm shtetërore? Po pasi është shtetërore lejohet, prandaj është kjo avantazhi. Se në shtetërore leja i ty të bësh çat dush, se shtet. A do hysh mbë, si të bëket ti laborator droge, central bërthamore me raketa gjana. Aty ke prona private. Po jo, aty vetëm zëri ligjin ai. Po ka thonë ai
Tok private bëj çfarë dush. Është e jote mbaroj punën. Hajde shet njerë. Hajde inshallah. Lafi jot inshallah. Hajde, më pas. Faleminderit. Allah, s'është kjo më. Ju shihni në gjoki mashtruesi? Jo, Allah ku. Shikojmë bë materialës.